Elbasani ka marrë 3 pikë të rëndësishme në luftën për titullin kampion me një fitore në shifra 2-1 në Vlorë përballë Flamurtarit, pas një ndeshje ku ndodhi gjithçka. Kuqezind vinin të karikuar pas fitores javës së shkuar me Vllazninë e Shkodrës, si dhe të etur për të marrë 3 pikë të tjera në stadiumin e Vlorës përballë tifozëve të tyre. Stadiumi Flamurtari ishte i të imbushur nga tifozët mbrëmjen e së shtunës në mbështetje të skuadrës së tyre të zemrës. Në fakt kishte pak ngjarje në pjesën e parë të takimit, përveç golit të avantazhit të Lajthis për verdh dhe blut, me pjesën e dytë që më pas do duronte më shumë momente dramatike. Elbasani që është në minutën e 3 do t'i afrohet golit pas një goditje nga këndi, pasi Musta me kokë detyron Aleskovskin të bëjë një ndryrje spektakolare për të shpëtuar portën. Shifrat do të zhbllokoheshin shumë shpejt në minutën e 5, pas zhvillimit të një goditje nga këndi. Topi shkon te Lajthia, i cili me kokë tund rrjetën e portës vendase. Pavarësisht rasteve nga të dyja skuadrat, pjesa e parë do të përfundonte me avantazhin e Elbasanit. Në nisje të pjesës së dytë, gjyqtari jep goditje dënimi për Flamurtarin. Marku gjuan por ka devijim nga muri dhe topi shkon në duart e Janacek. Futbollisti i Flamurtarit pretendon për prekje topi me dorë nga Zegomesh, por gjyqtari vazhdon lojën. Në ndalesën e parë ai shkon të shoh pamjet me VAR. Pas 3 minuta shpritje e rishqyrtim, akordon penalti. Musta e skuadronit ndërshkohen me të verdh për shkak të protestave, ndërsa penaltia i besohet Markut që gjuan, por prek Janacek, ndërsa Xhaja vendos të kthej gjuajtjen pasi Lajthia ka hyrë përpara kohë në zonë. E pabesueshme çfarë ndodh në Vlorë. 2 minuta më vonë, Marku gjuan përsëri nga pika e bardhë dhe sërish është Janacek i cili e ndal. Dhe kur nuk shënon e pëson, Elbasani do të shënonte të dytin në minutën e 63. Pas një goditje dënimi, Kasa gjuan me kokë, dhe Aleskovski nuk ndal si duhet sferën, duke i dhënë mundësi Lajthis që të shënoj përsëri në portën e tij. Dë minuta më vonë Flamurtari do të rjapte ndeshjen. Ramani nga e majtash përthe në sulm, kalon një kundërshtar dhe pastaj lëshon një gjuajtje të shkëlqyer me të djathtën që mposht Janacek. Por ky moment për Janacek do të ishte edhe i fundit, për shkak se portieri Elbasanit dëmton rënd krahun duke lënë ndeshjen dhe duke mbyllur sezonin. Kjo gjë ka bërë që takimi të ndërpritet për mbi 15 minuta. Ndeshjen e radhës Flamurtari do ta luajë të shtunën në transfertën e Ballshit me një rival direkt si Bylis.